Policia e Gjirokastrës bllokoi mbi 300 kg bim narkotike në segmentin e rrugës që lidh qytetin me Tepelenën. Trafikantët shpërthyen 2 pika kontrolli të policisë dhe braktisën mjetin me të cilin transportonin hashashin. Në një tjetër zhvillim, policia e Sarandës arrestoi sot 2 falsifikatorë kartmonedha shqiptare, duke sekuestruar edhe disa pajisje. Korrespondenti Raimond Kola sjell hollësit. Forcat të shumta policore të Gjirokastrës kanë arritur të bllokojnë mbi 300 kg bim narkotike dhe të sekuestrojnë një automjet tip Jeep me cilin transportohej hashashi. Drejtoria e policisë së Gjirokastrës tha se operacioni u zhvillua gjatë natës, ku 2 persona të udhëtonin me automjetin e tyre nga Gjirokastra në drejtim të Tepelenës, arritën të shpërthenin pikat e kontrollit të policisë. Pas veprimeve operacionale, policia ka arritur të gjejë lëndë narkotike dhe makinën dhe ka identifikuar 2 persona, njëri nga fshati Lazarati i Gjirokastrës dhe një tjetër nga Fieri. Hetimet e para policore dëshmojnë se lënda narkotike kishte si destinacion Tiranën për të shpërndarë në tregun e brendshëm të bimëve narkotike. Policia tha se po heton shtrihjen e rrjetit të trafikut edhe në kryeqytet. Disa operacione të fundit policore kanë dëshmuar shpërsimin e përplasjes së policisë me trafikantët e lëndëve narkotike në zonat jugore të Shqipërisë. Kas mosbindjeve për kontrollin në pikat policore dhe rrezikim të jetës së punonjësve, trafikantët kanë shkëmbyer zjarr me forcat e policisë gjatë operacioneve në brezën e kufirit toksor të Shqipërisë me Greqinë. Policia e Gjirokastrës thotë se megjithëse rastet e shtuara të trafikut të narkotikëve ka si përparësi frenimin e kësaj dukurie dhe parandalimin e kultivimit të hashashit. Ndërkaq policia e Sarandës njoftoi sot se goditi një rrjet të falsifikimit të monedhave shqiptare të prerjes 2000 lekëshe. 2 persona u arrestuan sipas policisë së qytetit bregdetar dhe u sekuestrua një seri pajisjesh që shërbenin për falsifikimin. Policia thotë se kjo është një vepër kriminale e pandeshur më parë në këtë zonë. Sipas saj vlerësohet se 2 falsifikatorët kishin arritur të fusin në treg një sasi të vogël kartmonedhash të falsifikuara me mjete amatore. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.